Ajo që pritej ndodhi. Elisa Spiropali ju përgjigj më në fund sfidës Edi Ramës, që i tha janë ca mendje humbur, tha që kanë duan thonë flasin për Shqipërinë e re, tha po s'kan as platforma si gjë, kujdo ndërthyert. Elisa Spiropali sot ka shpall platformën. Në fakt për mua që ditën e parë, reagimin e parë në Facebook e kishte platformë, por zyrtarisht ka dorëzuar sot në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste platformën e siç e quhen ajo e ripërtëritjes, jo ripërtëritjes, se mos bëjmë si këto, mos e krahasojmë me këta të PD-s, mos u marrim atë termin, po për Shqipërinë e re, një marrëveshje e madhe për Shqipërinë e re. Ashtu si që mendon Elisa Spiropali, mendon 70% e socialistëve. Gjithë sa ka shkruajt ajo në atë platformë, kam përshtypjen është esenca e një pyetësorit gjatë në bazën e Partisë Socialiste. Përveç dhënave që kam, po u them edhe mateni edhe kështu në mënyrë empirike, shifeni në postimet e Elisa Spiropalit në rrjetet sociale, u kam thënë edhe një herë tjetër, sa herë shkruan, sa herë reagon, mira socialist e mbështesin. Edi Rama e kujtoi si loj në fillim, e quajti si gjë qesharake, e ngacmoj 2-3 herë me përmes medjave të veta, Spiropalin për ta dekuraju. Pastaj doli vetë, e sfidoi herën e parë me taulantin, pra atë që përdor për herë ky për të sulmu, një gjë që nuk do me sulmu vetë direkt. Edhe në mungesën që bëri Elisa Spiropali në votimin e parlamentit për mos e dorëzu Belinda Ballukun, po ta mbani mend, doli Taulant Balla atëherë dhe tha, gjithë seriozitet, gjithë kështu, tha do marrim masa, tha për këtë, sepse ishte hera e parë që thyhet disiplina brenda asaj partije. Ja dhe për këtë arsye, unë e kam vlerësuar Elisa Spiropalin me gjithë kundërshtitë që kam pas në qasjet e saj të drejtanishme, por një sfidë të tillë nuk e mori përsi për asnjë burr brenda Partisë Socialiste, po e mori Elisa Spiropali. Dhe kur i tha Taulanti dhe Rama që do të përjashtojmë, do mbledhim grupin e kështu gjithë seriozitet, ajo doli dhe i sfidoi publikisht prap. Hajde më përjashtoj, tha. Edhe pastaj bëri atë platformën që dorëzoi që publikoi atëherë në Facebook. Pra, një njeri që po të sill çik mirë, mund t'i bënte vend vetes prap në parti, por me sa duket nuk doshte më poste në atë parti, në atë formë se si funksionon ajo parti. Edhe për këtë unë e kam vlerësu Spiropalin. Këta tani, burrat e partisë, autokrati bashkë me shegertin e vet, Taulantin, doli dhe i bën presion, doli Rama, doli Taulanti, do e përjashtojmë, do e bëjmë, nuk e përjashtuan, kjo i sfidoi, hajde më përjashtoni po deshët, nuk e përjashtuan dot. Pastaj doli Rama te Niko Lesi, aty ku foli me veten e vet, që i thoshte Nikola sa i lavdishëm që je. Dhe tha, nuk e përjashtojmë, tha se ka shkel akoma vine kuqe, kujtun këtë ne, Elisa ja ka shkel vine kuqe, ja ka bë balt, dhe ai nuk e përjashton dot. Pse nuk e përjashton dot? Nuk e përjashton sepse Elisa Spiropali nuk u soll si fjala vjen kjo deputetja tjetër Neo Malsoria që iku, vendim shumë i mirë dhe ai që mori ajo, por ajo u shkëput nga Partia Socialiste. Elisa Spiropali nuk u shkëput nga Partia Socialiste, tha do ta bëj luftën këtu brenda për të demokratizuar Partinë Socialiste. Thënë me fjalë tjera që e them unë, për të shpëtuar Partinë Socialiste nga kthetrat e mafjas së Edi Ramës. Kjo është një sfidë që nuk pati guxim me bë asnjë burr në Partinë Socialiste dhe për këtë arsye meriton respekt
Elisa Spiropali. Dhe pastaj erdhëm te dita e sotme, ku Elisa nxori platformën. Rama nuk e përjashtoi nga partia sepse ai e di ka matje, ashtu siç kemi edhe në tjerë dim dhe në tjerë dhënat, ka matje që 70% e socialistëve mendojnë ashtu siç mendon Elisa Spiropali. Ai prandaj shpërndau në pikët verës, shpërndau nga i 50.000 lekë për pensionistat, sepse e ndjen se nuk ishte as kohë zgjedhjesh as gjë, por i shpërndau sepse e ndjen furtunën që po i vjen brenda radhëve të socialistëve. Dhe për t'i qeras, për t'u hedh trut e gomarit pleqve, u dha nga i 50.000 lekë kot. I 50.000 lekë që zbleja si gjë me ato, dhe nuk i ka gënjy, e di që si ka gënjy. Spiropali tha sot, unë do ta lexoj pjesë këtë dokumentin, se ishte shumë i rëndësishëm. Ajo e shprehu aty që ky nuk është dokumenti im, ky është dokumenti socialistëve, pra e tha pak a shumë që kështu mendojnë edhe socialistët. Por ma besoni, 70% e socialistëve mendojnë fix kështu siç do lexojmë unë tani platformën që ka shpall Spiropali sot. Mocion për hapjen e dialogut kombëtar mbi marrëveshjen e re për Shqipërinë, ka cilësu. Sigurisht pjesën e parë ja lidh me me institucionet, me funksionimin e institucioneve, me aktualitetin politik, me protestat, me integrimin, ku e di unë. Kjo është një kërkesë që nuk mund të shpërfillet. Shqipëria ka hyrë në një moment vendimtar historik, politik e shoqëror. Flet për përkrahjen e protestave të revolucionit të Flamingos. Kujtojeni kur kam thënë që është revolucion brenda smajtës. Megjithatë, thotë, shoqëria shqiptare po kërkon një fazë të re të demokracisë së saj, më shumë përfaqësim, më shumë pjesëmarrje, më shumë besim te institucionet, më shumë drejtësi shoqërore dhe një marrëdhënie më të drejtë ndërmjet qytetarit dhe shtetit. Çka ka sot? Sot nuk ka përfaqësim në parlament. Sot nuk ka drejtësi, nuk ka institucione drejtësie. Sot grupe shoqërore cilësore nuk e gjejnë veten të përfaqësuar në institucionet shtetërore me merit, po e gjejnë veten të përfaqësuar patronazhistët. Pabarazia sociale është thelluar si kurrë më parë në historinë e këtij shteti. Ndoshta mund të jetë aty mund ta krahasosh me fillimet e shpalljes pavarësisë. Kishim to feudale të mëdha dhe kishim tjerë gjithë që ishin hysmeqar të tyre. Edhe sot shqiptarët në sundimin e Ramës kanë arrit në një fazë që ekzistojnë vetëm oligarkët pranë Edi Ramës, patronazhistët, servilët e tij dhe të tjerët, pjesa tjetër e shoqërisë janë shërbëtor, janë hysmeqar të këtyre. Nuk marrin dot të drejta pune, parsimimi, hapje biznesi në mënyrë meritore, por kanë zgjedh rrugën e emigrimit. Prandaj kanë ikë shqiptarët jashtë masivisht. Pra sa që kishën ikë nga 90-ta në 2013, kishën ikë nga 2013 në 2025, i pat ato të dhënat, besoj gjithë. I del në mbrojtje kështu, i del në mbrojtje protestës, revolucionit flamingove, dhe thot, pikërisht për këtë arsye propozohet hapja e dialogut kombëtar për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Jo si një dokument partie dhe as si një program qeverisës, por si një proces kombëtar që synon të ripërtëri marrëdhënien mes shtetit, institucioneve, politikës dhe qytetarëve. Pra një bosh që i lidh të gjitha këto bashk, që është kputur, që nuk ekziston.
ky proces duhet fillojë me gatishmërinë për të reformuar mënyrën se si ushtrohet pushteti, për të forcuar institucionet, për të zgjeruar përfaqësimin, për të rikthyer besimin dhe për të krijuar një kulturë të re politike ku vetë pastrimi të jetë shenjë force dhe jo dobësie. Vetë pastrimi ka fjalën për Partinë Socialiste, e cila është krimbur në paaftësi, në nepotizëm, në korrupsion, në platshkitje dhe në mbi gjitha në arrogancë absolute. E kryesuar kjo nga Edi Rama. Vetëm një parti socialiste që reformon veten mund t'ju kërkojë shqiptarëve një marrëveshje të re me shtetin. Vetëm një parti socialiste që hap rrugën për energji të reja, përfaqësim të ri, mund t'i përgjigjet me besueshmëri mesazhet që vjen nga shoqëria. Vetëm një parti socialiste që kërkon përgjegjësi nga ata që ushtrojnë pushtetin në emër të saj mund të jetë konkurruese dhe fituese, jo për shkak të forcës pushtetit, por për arsye të ideve. Këtu Elisa Spiropali për herë të parë pranon që zgjedhje në Shqipëri nuk ka pas, por Partia Socialiste ka fitu për shkak të forcës pushtetit dhe jo për shkak të forcës ideve. Edhe ka shumë drejt. Sigurisht dikush do thotë mund ta thoshte më parë, po ka ca gjëra që nuk bëhen atëherë kur I duam ne, po bëhen kur ju vjen koha. Por prapë është trimëri e madhe që e pranon që këtu nuk ka zgjedhje dhe që është detyrim shoqëror, kombëtar, nuk shpëton dot Shqipëria, po nuk u reformu Partia Socialiste. Është identike kjo që unë kam shpreh gjithmonë, edhe disa më kundërshtojnë se thonë ajo parti do të zjerë jashtë ligjit, ajo kështu, ajo është. Jo. Partia Socialiste është një parti e madhe, është një vlerë për Shqipërinë, e duam se duam, e votojmë se votojmë, ka njerëz që e votojnë dhe ajo duhet demokratizuar. Në kohën kur ka qenë demokratike ajo parti, I ka sjellë dhe të mira Shqipërisë. Me ardhen e Edi Ramës në pushtet, e dim pastaj se si vazhdoi. Prandaj propozojmë që ky proces mos kufizohet vetëm në drejtimin politik Partisë Socialiste, por t'i nështrohet një konsultimi të hapur me gjithë anëtarësinë e saj. Vetëm një person që ka dhëna të sakta, ka matje të saktë, mund të shpallë një sfidë të tillë. Është ajo që u thash në fillim. Ky mendim është mendimi I 70% të socialistëve. Dhe Elisa Spiropali e di këtë, prandaj e sfidon Edi Ramën, I thot hajde dalim te antarësia dhe flasim atje për hallet dhe për demokratizimin e Partisë Socialiste. Një njeri që nuk ka mbështetje nuk mund bëjnë sfida të tilla sepse bëhet qesharak. Edhe mu nuk mduket qesharake Elisa që të ndërmarrë këtë lloj nisme, sepse me sa duket, me sa e kemi parë, e ka bërë në hapa të përshkallëzuar. Nuk e ka bërë ju tek një ditë doli dhe plasi. Angazhimet e Partisë Socialiste ndaj vetvetes. Asnjë marrëveshje e re për Shqipërinë nuk mund të jetë e besueshme nëse nuk fillon nga vetë Partia Socialiste, shumica qeverisë e vendit. Ndryshimi që kërkojmë për Shqipërinë duhet të fillojë nga mënyra se si organizohemi, si konkurrojmë dhe si ushtrojmë përgjegjësinë politike brenda nesh. Për këtë arsye Partia Socialiste merr përsipër këto angazhime. Pra, flet për një bunkerizim aktual të Partisë Socialiste, për një diktaturë të brendshme në Partinë Socialiste. Edhe thotë që duhet hapet dhe duhet të ketë zgjedhje. Të bëhet partia më demokratike në Shqipëri, thotë. Demokracia që kërkojmë për shtetin duhet filloj nga organizimi politik. Është absolutisht shumë e saktë. Jo vetëm pse përputhet me mendimet e mia që kam shkruar më herët dhe kam thënë, por që është detyrim që po u demokratizu kjo parti, do vejnë presion edhe partitë e tjera që demokratizohet, por do t'i jap një frymëmarrje tjetër Shqipërisë. 2. Të garantoj zgjedhje të lira, konkurruese dhe periodike në çdo nivel të organizimit. Aty që është nga 2009 nuk ka më zgjedhje. Po vjen 2029, Edi Rama zgjedhjet e fundit në atë parti I ka bërë në 2009. Të rikthehet debati si kulturë politike larg personalizimit ekstrem dhe vendimarrjeve të mbyllura. Vendimarrjet
personalizimi ekstrem e ka fjalën për sulmet që fillojnë bëjnë këta buburecat e rilindjes të paguar, nuk janë socialistë këta janë nuk e di çfarë janë këta, që nëse thuj mendim ndryshe, nëse bën një kështu kritik qeverisë, të sulen edhe të hanë gjallë nëpër rrjetet sociale, të fyjnë, pra kjo është një nga gjërat që është duke thënë Elisa Spiropali, me ç'duket ajo është duke vujt edhe vetë tani këtë lloj sulmi. Forumet e PS-s do të jenë ide të përballura, jo thjesht ku vendimet miratohen, nuk ka, ju e keni pa gjithë, dhe për këtu ka drejt Elisa, e vonuar, po ka drejt kur ky person emron ministrat. Ato hapin syt kështu në mbledhjet e asamblesë kombëtare, sepse se kush do jetë ministër e di Edi Rama, se kush do jetë deputet e di Edi Rama, se kush do jetë sekretari i përgjithshëm i partisë e di Edi Rama, se kush do jetë kryetari i grupit parlamentar e di Edi Rama, se kush do jetë roje në X ministri e di Edi Rama, se kush do jetë ministër në Y ministri prapë e di Edi Rama. Të garantoj përfaqësimin e mendimeve dhe rrymave të ndryshme, gjë që sot aktualisht nuk ekziston. Sot nëse do e marrim kështu, Partia Socialiste e ka një rrym që po krijohet, po kristalizohet, është kjo e Elisa Spiropalit, nuk është vetëm Elisa, ka dhe deputet tjerë që besoj do i bashkohen shumë shpejt asaj. Ka një grup tjetër që mendohet se është kundër për shkak të cilësive jo shumë fisnike të personit që i udhëheq, grupi Fatmir Xhafaj me Erion Veliaj, që janë frikacak, janë servile, nëse shohin që rregullohen, nuk flasin. Pra nuk e kanë shumë parimore, prandaj nuk dalin në sipërfaqe. Dhe grupe tjera i ka asgjësu Edi Rama. Por gjithsesi është një parti me njerëz që janë pasuruar në mënyrë të frikshme dhe që është shumë e vështirë t'i mash nën kontroll ende. Pas 14 vitesh pushtet, janë secili janë bë miliarder. Të ndërtoj meritokracinë, të krijoj më shumë hapësirë për brezin e ri. Kam përshtypjen këtu Elisa e ka fjalën që hapësira për brezin e ri mos jetë se e reja është Sara Mile, e reja është Zeqineja, po e ka fjalën për të ri cilësor. E ka pas furnizu forumi rinor, Freshi, Partinë Socialiste me emra si Ilir Zela, Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Erion Braçën duket ka dalë nga ai forum, nuk e di mirë, Luan Rama, pra një gjenerat, edhe Elisa vet, edhe plot emra të tjerë, gjenerata që kanë qenë dikushi. Sot jemi në gjeneratën e Sarës edhe Zeqines. Këtu ka drejt shumë Elisa. Për mua duhet e kishte përmend edhe me emra, po sigurisht po kërkoj shumë. Të promovoj etikën e përgjegjësisë publike. Etika e përgjegjësisë publike, po deshë ta kuptoni, gjoni një emision në banaqet e flishura televizive nga fillimi në fund, ku është ftuar Sara Mile, ose ku është ftuar Zeqineja, ose ku është ftuar Blendi Klosi, apo ku di unë tjetër. Po sidomos këto dy të parat, se Blendin e pashmëram diku kishte qenë edhe. Të vendos transparencë si standard të vendimmarrjes, të ketë transparencë. Sigurisht nuk ka transparencë, sepse ajo është një strukturë okulte, mafioze, dhe nuk mund të thush gjithëve që filon grup mafioz kërkon këtë favor, filon grup mafioz kërkon atë favor, që kërkon këtë ministër, kërkon atë deputet, dhe unë po i bëj. Si thot do të Edi Rama ato, i kërkon shumë Elisa këtu. Të mbetet një parti që reformon vazhdimisht vetveten. Partia Socialiste nga 2009 e këtej nuk ka reformuar më vetveten, po është reformuar sipas shijeve dhe dëshirave të Edi Ramës. Ashtu siç ka bëu Albanian Files, ka dhe Partia Socialiste Files kë. Pra ka kriju ky si do punonte me Shqipërinë, si do punonte me Partinë Socialiste. Të ndaj partinë nga shteti. Partia Socialiste angazhohet të forcojë dallimin mes organizimit politik dhe administratës shtetërore. Administrata duhet të shërbejë ligjit dhe qytetarëve, jo cikleve politike apo individëve me pushtet. Kjo është një gjë që prap qindra herë kam përmendur. Edi Rama bën mbledhjet grupit parlamentar në vilat qeveritare
me grupin parlamentar po flas, jo me qeverinë, në vilat qeveritare, në pallatin e brigadave e ku diun se ku, që janë institucione shtetërore, mbledhjet partijake duhet bëhen Partinë Socialiste. Ky nuk pyet, sepse ky e ka gjithë shtetin, e koncepton gjithë shtetin si çiftlik privat që ku ti doj si punë nevojtarje e cilëson shtetin këty, ku ti vinë, shkon e bën edhe ikën, nuk e çan kokën fare për këtë punë. Pjesa tjetër, pjesa e tretë që thotë Elisa te platforma e saj, angazhimet për Shqipërinë e dekadës së ardhshme. Shqipëria Europiane nuk është vetëm destinacioni ynë politik, është modeli i shtetit që duam të ndërtojmë dhe mënyra se si duam të jetojnë shqiptarët. Një Shqipëri ku çdo qytetar ndihet i lirë, i përfaqësuar dhe i mbrojtur nga ligji. Një Shqipëri ku demokracia matet me cilësinë e institucioneve, me ndarjen e pushteteve. Nuk ka ndarje pushtetesh në Shqipëri. Presidenti i Republikës është shegerti kryeministrit. Ekipi i Këshillit Ministrave po ashtu. Grupi parlamentar me kokrat e ketuk tani siç po shohim me listën e këto, janë shërbëtorë të bindur të Edi Ramës. SPAK-u, Prokuroria e Përgjithshme, gjykatat e SPAK-ut dhe gjykatat normale, jurisdiksionet përgjithshëm, janë të gjitha në kontrollin ekskluziv të kryeministrit vendit. Po SPAK-u është ai më i dëmshmi, sepse po sillet fiksi ose me mos punën e vet, po kryen funksionin e një organizate të rrezikshme që favorizon mafian me pushtet. Këtë punë po bën SPAK-u dhe këtë punë thotë Elisa Spiropali që e di shumë mirë nga brenda se si funksionon. Edhe vazhdon pastaj zgjedhjet që prodhojnë besim, thotë për zgjedhjet e përgjithshme tani, një demokraci që dëgjon kur ka protesta, gjëra, bëjnë referendume e gjëra, drejtësia e pavarur dhe luftë kundër pandëshkueshmërisë. Socialistët e dinë shumë mirë se ky ua ka fut në burg socialistët e tjerë, ky u ka fut në burg Ilir Beqan, ky u ka fut në burg Erion Veliajn, ky ua futi në burg Sajmir Tahirin, pra me urdhër të Edi Ramës, SPAK-u është përdor për të burgos njerëzit që rrezikojnë Edi Ramën ose për të varë në qafë krimet e Edi Ramës personave të tjerë, socialistëve të tjerë. Ndarja përfundimtare mes shtetit dhe partisë, administrata publike duhet të ndërtojë identitetin e saj profesional. Tani po flet për një gjë tjetër të përgjithshme, Elisa, që administrata publike duhet ndahet nga shteti dhe ashtu duhet të jetë në fakt. Po ky është një proces që unë nuk di a di ta bëjnë Shqipëria, ai ka njerëzit për ta bërë. Se këtu edhe njëri jo politik po hyri në për këto punë të shtetit, filloi bën servilin. Administratë profesionale në shërbim qytetar, çlirimi i administrimit publik nga kultura e privilegjit, ekonomi e konkurrencës dhe e meritës. Ekonomi e konkurrencës dhe e meritës, na e dim shumë mirë se në Shqipëri nuk ka më konkurrencë të lirë, nuk ka më ekonomi kapitaliste, po ka një ekonomi të centralizuar, një grup oligarkësh, duke fillu nga Zamir Mania, nga Aleksandar Frangaj, nga Vjollca Hoxha, nga Irfan Hysenbelliu, nga Dulaku, nga po kujt di unë kush janë këta gjithë. Ky tjetri çfarë është ky Bashkim Ulaj, e një grup oligarkësh që pasurohen me paratë e shqiptarëve sepse u shpërndan si privilegje kryeministri i vendit Edi Rama në funksion të propagandës së tij personale, të pushtetit tij personal. Pra nuk ka konkurrencë të lirë më në Shqipëri, nuk konkuron sa firma të huaja kanë ardhur në Shqipëri dhe ju kanë huaj gjoba, ju kanë hyrë ortake, i kanë masakruar këta dhe do kanë ikë prap. Shifeni çapo i bëjnë Bexhet Pacollit, megjithëse unë them ndonjëherë me ironi që shumë mirë po ja bëjnë se e meriton Bexhet Pacolli ato, se u sill që si servil me këta. Megjithatë ajo është e dhimbshme. Pra një biznes që vjen këtu është shembulli më i mirë për ta treguar se si funksionon, ai që s'ka ik, është kjo historia me aeroportin e Vlorës me Bexhet Pacolli. Kush nuk ka ik, ka pranuar gjobdhënien e shtetit shqiptar, e klikës mafioze që qeverisë Shqipërinë. Kush se ka pranuar këtë, ka ik.
arsim, shëndetësi, media e lirë, sistem zgjedhor që rikthen përfaqësimin, kulturë e re politike, këto pastaj kjo pjesë që përmend në fund të platformës saj Elisa është shumë e mirë, po është për një Shqipëri pasi të hynë një herë në rrugën e normalitetit. Dhe Shqipëria do hynë në rrugën e normalitetit nëse numri i deputetëve të Partisë Socialiste që mbështesin këtë platformë, pra po e ndajmë prap, platformën që ka shpall sot Elisa Spiropali, që është përgjigj sfidës Edi Ramës. Ajo platformë përmban 70% të mendimit të socialistëve shqiptar. Por nuk mjafton vetëm kjo, duhet edhe 70% e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të distancohet nga kapja e Partisë Socialiste nga mafia. Dhe pastaj do t'i vinë radha për të mendu, pasi të ndodhin këto, për administratë të depolitizuar, për shëndetësi dinjitoze, për arsim të dekadave të ardhshme, ku e di unë tjetra me radhë që nuk marrojnë hallet në këtë vend, por kryesore është kjo që doli një person Partisë Socialiste i cili duhet mbështet, që e theu frikën, e vrau frikën dhe ka shpall një platformë, me thënë drejtën, shumë serioze, shumë ambicioze, por shumë të nevojshme, shumë të drejtë. Pra se, a është e drejtë është ideja. Është shumë e drejtë dhe shumë e nevojshme. Jo vetëm se përputhet, thash edhe një herë me mendimet e mia të këtyre kohëve, por sepse kjo është nevojë jetike e Shqipërisë. Po e kaloi edhe këtë herë Edi Rama këtë situatë, mbajeni mend që në Shqipëri nuk do mbetet më këmbë njeriu nuk do mbetet, edhe do bëhet Shqipëria si erdha dje nga jugu dhe na lova me pikë karburanti. Të gjithë, s'kam asgjë me njerëzit janë njerëz rob të Zotit gjithë, po të gjithë punojësit e një karburanti ku na lova me fut naftë makinës, një 7-8 veta të paktën që merreshin aty, ishin të gjithë punojës të huaj. Kështu do kthehet Shqipëria dhe nuk do ketë më Shqipëri, do mbarojnë Shqipëria. Kështu që duhet mbështet lëvizja që ka ndërmarrë Elisa Spiropali, sepse nuk duket në horizont që Elisa po e bën se do bëhet kryetare e PS-s, sepse është një proces i gjatë, për këta që thonë po për interesin e vet. Çdo njeri niset nga një interes personal kur bën diçka. Sepse kam thënë dhe herë tjera, nuk janë njerëzit profet. Ata që bëjnë si llapaqena, që kërkojnë apo e ka personale, e ka kështu, çdo njeri e ka personale, edhe ai që e ka personale, që thot për dikë tjetër që e ka personale vet. Sepse do të bëjnë diçka të tillë, ndoshta po se arrin dot. Kështu që duhet mbështet platforma për një marrëveshje të madhe për Shqipërinë e Elisa Spiropali. Të parët që u bi barra dhe përgjegjësia për këtë punë janë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Unë vazhdoj të qëndroj këtij mendimi siç më keni dëgjuar për herë. Miropafshim.